pastron jetën e varrit. Shumë pastron varri ndek. E para mundësi me u pastru për gjinohën varë është salatul gjenazë, namazi i gjenazës. Shumë kush kish me thonë qysh kjo dekta, qysh mos kemi ja falë gjenazë. Po, qysh ti kur je gjallë, kut nish një muslimane që ka vdesh kënë ja falë namazën e gjenazës. A mu i zgjedh të ulemaja, të shahida, të këta që jenë të devotshëm, të qëta shkon ma fort, se këta janë ma dashën të Zotit. E tash, ti ja u ke falë 10 të mirëve namazin, Allah ka me ta shumë fishu 10 fish, 100 të mirë ka me ta falë namaz. Allah në vlazën e kena pravu me antarë familjes. I ka dasht të gjallat, po me qindra gjallat kam prezentue në varrim. Se i ka dasht, Allah ja ka mundësu pasaj ata mja për cilë gjenazën. Andaj kut nish, shka, të besimtarë, si dhe mos të një që jenë devatshëm. Edhe ta vlazën këto mjetet elektronike, që të lajmërimin, i vdesh filanit baba, haxhia, haxhinana, i vdesh këv, vdesh filan hoxha, vdesh filan djetari, prezenta, bën doa. Pse? Se pejgamberi alayhis salatu wassalam po kallzon, që kur të vdesim na, nëse 100 njerëz të mirë të devatshëm na falin namazin e xhenazës, ata do të bojnë doa, ata të mirë të falen, edhe do t'jetë ndërmjetësim për neve, do t'na i falë Allahu gjenahet. Subhanallah. Edhe ka thonë pejgamberi salatu wassalam, ku shkon ja përcjell Allahut vetë musliman gjenazën, dhejtë e vorët e ka një qirat. Po ja falë edhe namazin gjenazës, edhe bën dua i ka 2 qirate, e i thanë çka janë 2 qirate ja Rasulullah? Tha janë 2 qirate sikur 2 kodra të Uhudit, që shkon Uhudi përpara i madh, sikur 2 kodra me sevape. Para mendoj sa investimi i vogël, veç abdes ki me marr, edhe kam shkon drejt e vorët. Andaj po të ta falë njerëzit ty gjenazën, ka mundësi me të falë në katët. Bile ka thonë hadithin tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 40 njerëz devotshëm nëse ja falin besimtarit namazin gjenazës, luten për të, Allahu ja falë gjenahet.